Sa FPS ka realisht një kompjuter gaming në 2026-ën? Dhe nuk do të flasim për ato çfarë shkruan në internet, por sa FPS ka vërtet një kompjuter në praktik. Kemi këtë kompjuterin këtu dhe do ta testojmë në lojrat më të njohura, CS2 dhe Fortnite. Si fillim do t'i flasim për parametrat e kompjuterit dhe më pas do të shohim se sa FPS ka realisht. Ndiqeni. Parametrat e këtij kompjuteri janë procesor Ryzen 7 7800X3D. RAM-i është 32 GB DDR5 dhe SSD-ja 1 TB NVMe. Karta grafike është RTX 6900 XT 16 GB. Është një konfigurim ideal për gaming në 2026-ën. Tani le të shohim se sa FPS do të kap në CS2. Siç e pat, në CS2 ka rreth 400 deri në 450 FPS në very high settings. Tani le të shohim se sa FPS do të kap në Fortnite. Dhe në Fortnite, DirectX 12 very high settings ka rreth 200 deri në 250 FPS. Pra, dhe në momentet me më shumë aksion, performanca mbetet e qëndrueshme. Pra, siç e pat, këto ishin rezultatet në CS2 dhe Fortnite të këtij kompjuteri këtu. Dhe nëse doni që të provojmë lojra të tjera apo kompjuter të tjerë, na e thoni në koment dhe mos harroni që të bëni një subscribe dhe të shihemi në videon tjetër.